Është lëvizje strategjike, mendoj, për faktin që vjet u rrezikua që disa nga anijet mund të arrinin në brigjet e Gazës. Edhe vjet ndërhyrja e parë ka qenë në ujëra ndërkombëtare. Dhe të gjitha anijet janë zënë në ujëra ndërkombëtare. Hapësira e Gazës është shumë, domethënë deti që është lënë zyrtarisht Gazës është 25 milje, është shumë e shkurtër. Anija më e afërt ishte diku te 60 vjet, me sa jam në dieni. Kështu që për të mos të rrezikuar që ndonjë nga anijet arrinte, duke qenë se siç ata vinë me strategji të reja dhe flotilja ka me strategji të reja për ta bërë sa më të pamundur interceptimin e të gjitha varkave. Kështu që për të siguruar që asnjë anije s'do shkonte në brigjet e Gazës, e kanë filluar shumë herët. Besoj se jenë ndjeni që gati 20 anije, 21 anije i pastisën afër ujrave territoriale greke, domethënë afër Kretës, duke ardhur nga Italia. Duke hequr, le të themi, një tretën, një katërtën e gjithë flotilës. Pastaj disa nga anijet u rekuperuan, anijet të tjera u ribashkuan në Turqi dhe flotila prap arriti atë pikën që pritej ose më mirë. Kjo është arsyeja vetme për mos të rrezikuar në asnjë mënyrë që ndonjë nga varkat të arrijë në brigjet e Gazës.